Ndrua, këni mujt me bo për dimër? Kina pas po, tash kina met, s'kena. S'keni. Me kanë jetan në këtë dërëm? Po me të shpijes jam këtu. Sa antar? Kina 8 antar. 8. Shte janë kushtat. Përshëndetje dashur shikues të Zarfe Mërgjimtarit. Jemi në qytetin e Presheve, saktësisht në fshatin Nurq. Kemi ardhur me vizitu një familje 5 antarësh. Po shkojnë apjavëm derën, përshojmë qysh e kanë gjendjen, po ndihmojmë dhe po shpresojmë që pas publikimit të videos me dalin ndihmë e mos me harru. Zarfi Mërgjimtarit, një zarf dashurie për ata që na rreten me dashuri. Ndihmo, dhura, ndërto me zemër. Përshëndetje. Si je? A je mirë? Si. Qa po vanë? Ka Si jemi po kalan? mirë teq, si je? Mirë, faleminderit. Lodhësh. Ka pak. Kena dalë me vizitu pak. Po, faleminderit shumë. Qysh e ki emnin? Dorim, Dorim Kushi. Kadriu, Dorim Kadriu. Fshati Norç, Sa vjeç? 34 vjeç. 34. Për momentin i pa punë. Aha. Çto jam? Pse pa puna? Ke punu diçka më herët? Kam punu po si fotograf. Aha. Amo tash po duhet një vjet shembull sezonën me prit Si fotograf? si fotograf. Po. Okej. Po kështu këtyre privat, Aha. dal punoj. Po, shkolla ki diçka të kryne? Mesmen e kam. Mesmen. Po, mesmen Okej. e kam. Me kanë jetan në këtë dërëm? Po me të shpijes jam këtu. Sa antar? Kina 8 antar. 8. 8 antar. Kushtet Okej. për shef që janë. Mhm. Me qëto kushtes nuk po mja dalën shembull një shtëpi ose një diçka. Po, a je me prind të, me fëmijë? Unë jam që një 2 vjet i martum. Mhm. Më fëmija las kam. Po. E kush e di kush e të dhe vlova? Vllava më është i damaj. I dam. Po, është i damaj. Okej. Ka 3 fëmijë. Po. Po unë qëto për momentin jam. Qysh po jetan e dërëm? Valla zarë e vështirë. Zarë. Vështirë. Kjesh pika me të prej kur e ka maru prindja? Po kur e kam marrë gjyshin atë kohë, kur o konë gjallë. Na, Se babam ka dikë që 11 vjet. zotim qëroft. Amen, faleminderit. A për ndel ndim dikosh ajo? Po ka njëherë, po ka njëherë, jo. Qështë, ma shumë kera nevojë për një shtëpi. Mhm. Të kalë. Po. Se janë kushtet që shpeshef edhe vetë. Mhm. Sa dhe me ka këtë vjetë pa Kjo shpirë? është si odë për para. A, si odë. Ai ka ndërejtë që është për para. Mhm. Me hongër me pija, po keni javë? Me nëzi. Me Qështu nxe. ka pak, të bilejtë. Të punu privat, kushtëthire t'i kushi. Po. Që janë kushtet. Kështu me fotografi veç në sezona? Veç sezon, po. Kështu na e produksion s'pënën diqka? Jo. Jo, a ke aplikua Kompletu, diqka? po jo, Aha. s'm ka lajmëru kërkushi. Po. Tani është një qendër tregtare, vëmë në centër këtu në Preshev. Aha. Jo më lajmëru disa herë. Po, edhe kur gjëveq. Ndrua, këni mujt me bo për dimër? Kina pas po, tash kina met, s'kena. S'keni? Apo bëhet fta se ke shtëpia vjetë Po, pak? po, qash edhe pa izolim, edhe normal që bëhet ftaft. Këtu në komuna këni lyp ndim diqka? Kina li pas edhe komuna kur gjëveq. Kur gjë? Të premtojnë edhe kur gjëveq. Po, fëmi s'ki jalo, a? Jo, që 2 vjet. Kemi martë. Zotë jeni muftë. Faleminderit. A ma në sa me qëllë, dërëm? Se janë 300 euro, janë prej mërgjimtarëve. Zoti shpëlbeft, Amen. kimtarët edhe juve, Zoti i rujt. Kajde, inshallah. Për vizitën që keni dalë. Ne që ko gjo. Dhe me hongër me piju kemi ble. Faleminderit shumë. E inshallah, Do kanë me se dalë jeni njerës mundu me edhe mu. ju kena mundu, i kena shënu disa Jo, herë. pa më rak se kena Shumë bërë që kemi. faleminderit. A e thonë numrin e telefonit për ata që dojnë me të nimu? Po, 063 75 19 564. Ok. Kjo është numri jam. Përpësoj edhe ata që janë të interesuar me pas një fotograf, dhe besoj që synin e kitë mirë për fotografi. Po. Inshallah ka mu lejmu dikush e mi ndimu me amër zotit. Vizitin, Zotit jeni që të moftë. kushtet, Ne. Zotit rujt. Amin kejde inshallah. Edhe mërgjimtar Zoti shpëlbeft. Helma na pa ka dzerë gjendin që keni. Qesh. Shef. Që janë kushtet. Ku flani? Unë a gje, kam një dhomë që ati besë për afërsisht, ma mirë s'po që që është katastrofë. Dë një veç tu pamjet, edhe jashtë nëse dalë një marë pamjet, mund të ishme këshirë edhe bajnë nëse do.
A janë një test?